kena një gëzim 100%. E bërë? Kena më do prapë 3 ekipe. Përgatitjet kanë shku shumë mirë, besimi është maksimal përderisa kemi gjasa matematikore, kemi drejt një farforme dhe të ndrojmë. Nesër lujmë para tifozëve tonë, i lusëm t'jeni numër sa më të madhe dhe mendoj se së bashku pse jo duhen të ndrojnë deri në fund. Çdo ditë kemi punu në atë drejtim se asgjë s'ka përfunduar nëse ne paraqitemi edhe i konkretizojmë rastet që gjithmonë çdo ndeshje kemi shumë mundësi për shënim, gjithçka do të jetë e hapur. Gjithmonë grupi është mjaft i mirë edhe i lojtarëve, secili mendohet me kry detyrën e vet me saktësi dhe përpikmëri, ashtu siç i thotë edhe trajneri. Grupi i lojtarëve duken të gjithë të jenë në formë të lartë, kur dihet që jeni në grumbullim pothuajse 4-5 ditë. Shpresojmë që të arrijmë sa më lart me lojën nesër kundër Gjergjisë, kur dihet që atje ne kena treguar një lojë mjaft mirë, por thuajse fati nuk ishte në anën tonë. Shpresojmë që këto të korrin fitore, sepse na duhet për kalim tutje. Është një ndeshje mjaft e rëndësishme për ne, kështu që besojmë që në fitore. Stërvitjet po shkojnë shumë mirë, jemi në formë dhe në disponim mirë gjithë lojtarët. Jemi përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje kundër Gjergjisë që e kemi këtu në Pallatin e Rinisë. Kjo ndeshje për neve ka shumë rëndësi për shkak se me një fitore ndaj Gjergjisë me 2 ose me shumë golla ne kualifikohem në rundin në play-offin, domethënë final për Europian, ku edhe kjo ka qenë synimi edhe objektivi jonë kryesor për këto kualifikime. Edhe po besoj shumë të secili bashkëlojtar që kemi me maksimumin për me fitu këtë ndeshje dhe për me arrit këtë sukses historik për Kosovën. Hello, it's Simon.